Shikuesi televizionit Skan, mirëmbrëma, takohemi së bashku tek kandidati për të njohur me një profil ndryshe, me një profil nga ai që nuk kemi mësuar të shohim në fushat, për kandidatët në këto zgjedhje. Ai vjen në fakt si një sipërmarrës, si një drejtues i lartë në kompani dhe ka vendosur që të kandidojë për partinë Mundësia në qarkun e Tiranës. Dorian Dojani, mirë se erdhe. Lisabeta, faleminderit, mirë se gjeta, kënaqësi. Je në listë mbyllur i 4-ti në qarkun e Tiranës, por unë di që je nga Kuksi. Një djalë nga Kuksi që kandidon në Tiranë. Ma thuaj dhe ma shpjegoj ti. Tani Tirana, siç e dinë të gjithë, është e të gjithëve. Është e të gjithëve, patjetër. Nuk është e kuksianëve, ose që ju jeni edhe nga Vlora, është e të gjithëve. Unë jam lindur në Kukës, nga një familje e madhe dhe një fis me vërtet shumë i madhe, me 2 prindër të mrekullueshëm dhe 3 vëllezër. Në moshën 17 vjeçare jam larguar nga Kuksi, ku fillova, si të gjithë filluam universitetin, studiova në Universitetin e Tiranës dhe u diplomova në Degon Financë, niveli master. Pas kësaj, pash ato në atë kohë kishte shumë njerëz të ri dhe vendet e punës ishin të kufizuar dhe aplikoja për punë të ndryshme dhe merrja një përgjigje, më fal, sa vite pune ke eksperiencë. Dhe i thoja unë sapo kam dalë nga bankat e shkollës. Dhe fal një projekti të bankës botërore, arrita të fitoja një vend pune ke drejtoria Rajnale Sigurimi Shoqërore dhe punova 6 muaj si operator. Puna ime ishte hidhja të dhëna, pra sistemi digitalizimit që flasim sot, unë kam dhënë një kontribut shumë të vogël. Që ai apo na i zhduk pak të vënde digitalizimit? Po arrita të kuptoj që ajo nuk ishte puna që unë doja, ose puna që unë të investoja. Dhe aplikova një vend puni një kompani private, një ndër fabrikat më të mëdha, dhe aty kam drejtuar për 10 vitesh, kam qenë niveli drejtuesit të lartë dhe jam krenar për atë punën çfarë kam bërë. Duke parë këtë, mu dha një mundësi tjetër nga Shtetet e Bashkuara për një projekt dhe nuk kisha se si unë ta refuzoja. Dhe bashkë me familjen time, lëvizëm në Connecticut, në Ameriku, jetova për 6 muaj. Pas përfundimit të projektit, që ka më shërbeu shumë për formimin tim. Pse u ktheva? Pse u ktheva? Amerika ashtu ka premtuar për të gjithë? Edhe unë kështu vazhdoj të mendoj aktualisht. Vazhdo të mendoj? Vazhdo të mendoj. Po pse u ktheve? Por mendoj që mundësit janë më të mëdha në vendin tonë se sa në vendin e huaj. Aty praktikisht je gjatë gjithë kohës i fokusuar vetëm te puna dhe nuk ke ndonjë njeri të afërt, mund të bësh karrierë, po ndoshta edhe unë duke qenë se isha edhe me 2 kalamaj të vegjël, kam 2 çuna, mora vendimin më mirë të kthehem në vendin tim dhe të bëjmë diçka sa kam mundësi për atë dheun tim. Pra atje punon, fiton, por nuk jeton, do të thuash pak a shumë. Unë them aty fiton. Çfarë të sjell në politikë? Çfarë më sjell në politikë? Gjithë ky rrugtim që më the dhe më tregove nuk ka lidhje me politikën. Por sot kandidon. Unë nuk vi nga politika, unë vi nga jeta reale, vi nga puna. Pse zgjodhe të kandidosh? Pra, vi nga puna dhe jo puna, por puna e ndershme. Dhe kam menduar, të jemi sinqert, nëse një njeri vjen nga puna e ndershme dhe ka dhënë një kontribut për konsumatorin shqiptar, për stafin, dhe nëse vazhdon me bindje të njëjta, do japi edhe një kontribut për vendin e vet. Nuk e kam politikën, nuk e shoh as pak si profesion, sepse unë kam gjanë një punë, kam një sipërmarrjen time, jam partner me vllain tim i cili është shumë i zoti. Politika më jep një pasion, më jep adrenalinë dhe du ta vazhdoj këto. Nëse çdo ditë po merra me politikë, ndihem më i plotësuar. Pse partia Mundësia? Një djalë nga Kuksi që garon për një kryetar, le të themi, të një partie që është nga Vlora. 2 skaje të ndryshme. E vërtet, shumë e vërtet. Në 2021 po bëja një ecje nga liçeni i Tiranës, aty ku dalim gjithë, se praktikisht nuk kemi ku shkojmë, atë kemi, është i vetmi dhe gjithë përballemi aty. Dhe isha bashkë me bashkëshortën në Denadën, kur një moment zoti Sheja më jep një flyers në dorë. Ishte kandidat. Një fletushk. Po, një fletushk, po promovon të vetëm, vetë ai personalisht dhe më kërkoi për ta votuar. Dhe në atë moment nuk i dhash rësi, e mora flyersin, fletushkën dhe vazhdova rrugën, dhe po të diskutoj me bashkëshorten. Denada thash, si ka mundësi, thash, Agron Shejaj, që është një biznesmen, unë e njeh si biznesmen. Shumë i suksesshëm. Shumë i suksesshëm, milioner, dhe
kandidon për deputet dhe vjen aq i thjesht Dhe ndan fletushka dhe vet. ndan fletushka vet u habita. Dhe i thash nëse një ditë do kem një ambicie politike, ajo është lider për të ndjek. Dhe kjo është një iniciativë që mora. Sa u ktheva nga Amerika, Agroni bëri një thirrje nëpërmjet rrjeteve sociale të tij që t'i bashkohen të rit. I bëra një mesazh në Instagram. Dhe i thash kam dëshirë të takohemi të pime një kafe. Pas 2-3 ditësh më ftoi. E takova dhe përsëri ishte po ai person i 2021-shit. Aq i thjesht që flisje shumë hapur me të, ndaje mendimet, jo si një biznesmen që të kesh përballë, tani jemi mësuar dhe në biznesmen shqiptar që kanë përpara një hije të rëndë dhe nuk mund të shprehesh. Një hije arrogancë. Hije arrogancë, po. Dhe ishin 4-5 veta që u merrnin me partinë. Në fillim thash, çfarë dua këtu, po humb kohën. Këtë e mendova, apo nuk e thash me zë të lartë. Se cili bën ato llogarit me veten e vet? Kur shikoja që Agroni, aq shumë angazhime çfarë kishte. Biznesin po, kishte krijuar një rrjet me perspektivë për të hapur një parti, dhe thash gjen kohën që tri me 4-5 veta të konsumoj një kafe dhe filloj. Ndjehesh i vlerësuar? Jo, në fillim jo, po unë ndjeja diçka më lëvizi në atë karakterin tim, fillova duke i besuar kësaj lëvizje, edhe pse ishim shumë pak. Edhe pas një rrugtimi 16 muaj, jemi këtu që unë kandidoj për partinë Mundësia. Po kjo tregon në fakt që jo gjithmonë duhet të fusësh një mik për të qenë diku. Ky rast jot ndoshta e tregon që jo gjithmonë gjërat bëhen me miq, por bëhen edhe sepse ka njerëz që i hapin dyert dhe ka njerëz që i hapin mundësi, siç është edhe emri i partisë në këtë rast. Tani shumica e shqiptarëve janë larguar nga Shqipëria sepse nuk kanë mundësi. Çfarë mundësish? Nuk kanë gjenë ato mikun e duhur. Dhe kur unë shpalosa kandidaturën time dhe bëra postim në rrjetet e mia sociale, është rast konkret më mori që një tezës nga Kanadaja dhe më tha, shumë suksese, tha, çfarë do të ndihmoj, ke nevojë, tha shumë dëgjoj. Vetëm votën ke në dorë, kështu që mjafton vota jote dhe jemi në rregull. Po siç jemi ne shqiptarët, të bëj dhe një pyetje, tha, më thuaj. Tha, si a gjetë anën Agronit, çfarë miku i fute? Dhe i thash, ore, asnjë mik i thash, i kam shkruar në Instagram, nuk e kam njohur përpara, marra përgjigje dhe takova dhe ja ku jam. Tha, po si doli i katërti? Që në momentin kur marr një iniciativë për sipër, kam ato egon e mirë për ta mbyllur ciklin dhe kam dhënë një kontribut dhe prandaj është edhe shpërblyer kontributim. Po në fillim pashta Agroni një pjesë të karakterit atij që ati nuk ja kam thënë deri tani. Mendoja, ky ka nevojë për mik, ka nevojë për servil. Unë praktikisht nuk i bëja këta dy. Nuk e bën dot. Nuk e bëj dot, e kam shumë të vështirë, të pamundur. Është e lindur, o e ke o nuk e ke. Është e lindur. Sepse shumë njerëz ecin me këtë lloj forme. Dhe pasha Agroni ka nevojë vetëm për njerëz të punës. Dhe kur pash që ka nevojë për njerëz të punës, thash unë këtu e gjej veten. Dhe prandaj ju them gjithë shoqërisë time, rrethit tim, moshatarëve të mi, sipërmarrësve që nëse ju mendoni që jeni të zot, Mundësia, partia Mundësia është vendi i duhur që s'ka nevojë për mik, s'ka nevojë për të qenë servil. Mjafton vetëm kontributi dhe puna juaj e ndershme. Tani më shoh një kuriozitet, mendon që do kesh paragjykime dhe nuk do votohesh sa duhet, apo do ketë ngurime, le ta themi, nga ana e komunitetit të Tiranës, duke qenë se je një kandidaturë që nuk vjen nga Tirana. Do të thënë këto paragjykime ne i hasim që në fillim, ndoshta shumica e njerëzve që vijnë nga rrethi, ndoshta i hasin. Ti e ndjen apo jo? Po tani po të bësh një krahasim të kapësh. Shumicën e viteve i ke në Tiranë. Praktikisht kam 19 vite në Tiranë, 17 vite në Kukës. Po të krahasojmë gjithë politikanët që i ke sot në politikë. Unë nuk di kush është nga Tirana, nga ato të them drejtën. Është, le të themi, është bërë pa kufi dhe Tirana. Tani ne jetojmë një metropol, një qytet ku është qyteti mundësive, dhe çdo i ri mund t'i jepet mundësia në Tiranë. Unë nuk mendoj që do kem paragjykim, njerëzit do kem paragjykim, se unë vi nga Kuksi, madje këto e çuj si anë të fortë timen, gjithë njerëzit e mi praktikisht jetojnë në Tiranë. Madje janë martuar me familje tiranëse, me femra nga Tirana. Që keni mbledhëri dhe i keni... Dhe unë mendoj që votat mund t'i kemë më shumë nga tiranësit se sa nga kuksianët.
Çfarë mendon që do sjellësh ndryshe në parlamentin shqiptar? Si e shef sot dhe cila bësh diferencën? Kjo është një premtim që zakonisht e bëjnë ata që nuk e mbajnë premtimin. Premtimi jot ndaj vetes, le ta themi. Unë nuk jam këtu për të dhënë premtime, por ne kemi vetëm diçka. Duke qenë se vim nga sipërmarrja, nga biznesi, jemi munduar që çdo problemi, se nëpse ne hasemi në sipërmarrjen tonë, ne hasemi çdo ditë me probleme, nga më të ndryshmet, duke filluar nga doganat, nga taksat e bashkiake dhe praktikisht gjithçka. Dhe jemi mësuar që të identifikojmë problemin dhe pas identifikimit të japim zgjidhjen. Pra ne, jo vetëm unë, gjithë partia Mundësia do evidentoj problemet, që ne i kemi evidentuar disa problemet, për një problem i parë që ne do premtojmë dhe do ta mbajmë është implementimi i monedhës euro në vend të lekut. Pse? Punëdhënësit më të mëdhenj në Shqipëri janë fasonerit. 80% atyre kanë falimentuar. Gjithë eksportuesit po humbin 25 deri në 30% nga zhvlerësimi i euros. Le të themi, ka dhe importues dhe kanë përfituar nga ulja e euros. Por çfarë kanë përfituar qytetarët? Ti vetë e ndjen uljen e çmimit të shportës ushqimore? Me që praktikisht ka ra euro 20%. Jo, unë nuk dua të hyj në politikë këtu, se kjo intervistë është për pak përtej politikës. Ti si individ ke një, le të themi, ke menduar që të cilësh diçka ndryshe. Unë do ulem nesër në karriget e atij parlamenti. Çfarë do bëj unë ndryshe nga sa bëjnë të tjerët? Ndryshe nga ajo që ka parashikuar dhe premtuar partia. Okej. Po t'ja përgjigjen time, po, si prind. Si prindin, Si prind do t'a jap, që t'jem sa më afër njerëzve. Je një familje e re. Një familje e re. Unë jam babai Novel dhe Prado. Dy binjakëve të tu. Dy binjakëve të mi. Janë të mrekullueshëm dhe më ka kap frika që kur jam bërë prind. Pse? Sepse nuk kisha frikë. Në jetën time kur s'kam pas frikë. Kur ke qenë beqar nuk e pas frikë. Tani që je bërë prind, po. Ka kap frika. Dhe jo frikë fizike për veten time, më ka kap frikë ku dal me makinë në mëngjes. A është e sigurt rruga ku ec? A është e sigurt çerdhja ku i çoj? A do jetë e sigurt shkolla? Po çfarë ushqimi do marrin? Po çfarë produktesh do konsumojmë? Dhe prandaj unë ju premtoj gjithë familjeve shqiptare, unë do jem aty vetëm për këto probleme të familjes që janë madhore dhe nuk janë për premtime elektorale. Bashkëshortja jote çfarë thot për këtë rrugtim? Deri tani ka qenë mësuar me një bashkëshort që ka qenë, le të themi, drejtues, sipërmarrës, por është një rrugtim komplet i ri dhe ndonjëherë sjell dhe frikë dhe në familje, se çfarë do sjelli dhe sa e gatshme është familja ta përballoj. Denada, po. Denada ka 10 vite që është suporti më i madh dhe gjithë sakrificat në familjen tonë janë pasojë për Denadën. Po mos t'ishte ajo, unë nuk di kisha guximin të merrja iniciativa të tilla. Pra gjithçka kemi bërë deri më sot është me një bashkëpunim, me komunikim dhe përpara se të hyja kësaj rrugtimi kemi diskutuar. Dgjoj, kjo është një rrugë e gjatë. Siç thotë dhe kryetari, zoti Shehaj. Është një rrugë e gjatë, nuk është një rrugë e shkurtër që ja po bëjmë fushatë elektorale 30 ditë. Kjo mund të zgjasë me vite, kjo mund të zgjasë. Dhe Denada tha, "Okej, mos më thuaj se sa ditë, sa muaj, sa vite. Por do marrësh iniciativën dhe do ta çosh atë që ke në kokë deri në fund." Pra unë e falenderoj për suportin që kam. Dhe nëse merr konfirmimin nga gruaja, thonë, rruga bëhet shumë e thjeshtë, se aty është konfirmimi kryesor, pastaj pjesët tjera ka përcehen. Dhe duke qenë nga Kukësi nuk na lejohet kjo, po unë jam ndryshe, prandaj më pyete. Ka rënë ky mit edhe në Kukës, kam përshtypjen edhe në gjithë veriun. Gruaja duhet t'japi e para votën dhe pastaj të votojnë të tjerët. Se nuk me që përmende përsëri qytetin tim të lindjes, ka që kam shumë kushërira, mund kem mbi 65, se jemi fisi madhë, mamaj dhe babi im dhe vlla im jetojnë në Kukës. Dhe unë rikthejem në Kukës për vizitë 2 ose 3 herë në vit edhe shikoj një mungesë të rinisë absolute, gjallëria siç ishte kur unë mbaja mend. Edhe shoh vetëm të mëshuar. Edhe që vetëm presin kur do vinë për vizitë vajzat dhe djemt nga emigrimi. Praktikisht një gjendje... Dhe kjo është ajo që ndoshta duhet të ndryshojmë. Mendoj dhe unë, kjo është prioriteti i çdo personi.
Falenderoj shumë për intervistën. Kënaqësi, faleminderit.